Pas hyrjes së djeshme të Policisë së Kosovës në ndërtesën e Kompanisë Publike të Shërbimeve Ujësiellësi Ibar dhe vendosjen e një tabele të re mëngjesin e sotëm, në ndërtesën hyn oficerët e Drejtorisë Rajonale për Furnizim me Ujë Mitrovica, përfshirë edhe drejtorin Bashkim Kurti. Punëtorëve ju dha urdhër të largohen nga ambientet e kompanisë dhe të marrin sendet e tyre personale dhe Kurti deklaroi se dje vonë pasdite ai mori një urdhër të tillë nga Ministria e Ekonomisë që punëtorët të largoheshin nga ndërtesa. Siç tha ai, rekrutimi i punëtorëve do të shpallet deri te premten dhe të gjithë ata që kanë punuar në Vodovod Ibar deri me tani do të kenë përparësinë e punësim. Herët pas ditën e sotëm disa inspektor policie të veshur civil hynë në ndërtesën ku ndodhet institucioni për sport, rini dhe shërbimet e specializuara, siç mëson Kosova Online. Ata kërkuan që punonësit e administratës të vinin dhe të merrnin sendet e tyre personale nga ndërtesa. Në Prishtinë sot ka vazhduar gjykimi Milun Milenkoviçi, Dejan Pantiçit, Aleksandr Vllaiçit dhe Muimir Vakiçit, të cilët akuzohen nga Prokuria Speciale për sulmin terrorist në ambientet e Komisionit Komunal Zgjedhor në Mitrovicën e Veriut në 6 dhjetor të vitit 2022. Prokurori tregoi gjaketin e Dejan Pantiçit që mbante veshur ditën e arrestimit e tij, duke pretenduar se kjo gjaketë të tilla ishin veshur nga anëtarët e Brigadës Veriore dhe Mbrojtjes Civile, të cilat qeveria e Kosovës i ka shpallur organizata terroriste. Avokatët Ljubomir Pantović dhe Predrag Milković kanë deklaruar pas seancës se prokuroria po shpik prova të reja, gjë që përmban shkelje të ligjit sepse provat duhet i dorëzoheshin mbrojtjes gjatë ngritjes së aktakuzës, të cilat ata i gjykuan si të demantuara dhe të rrëzuara. Me një liturgji solemne dhe larje tradicionale, kryqëmbajtësit në Gorazhdevë së bashku me një numër të madh të besimtarësh nga rajonit të ndryshëm u përkujtuan lavdinë e fshatit të Shën Jeremis, igumeni i manastirit të Shën Arhanxhellit nga Prizreni, arkimandriti Mihajlo tha se tradita e popullit serb është e madhe dhe ajo është e rëndësishme, është ruajtur përkohësisht besimit dhe ortodoksia. Në festën e fshatit morën pjesë edhe ndihmës drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Igor Popović, i cili deklaroi se zyra dhe të gjitha organet e tjera të Republikës së Serbisë do të vazhdojnë të ndihmojnë serbët të mbijetojnë në Gorazhdevë dhe në vende tjera në të gjithë territorin e Kosovës. Kërkesa e Kosovës për pranim në Këshillin e Evropës nuk ishte në rend të ditës në takimin vjetor të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, i cili filloi sot në Luksemburg. Kosova nuk është dhe nuk do të bëhet antare e Këshillit të Evropës, tha ministri i punëve të jashtme Marko Đurić, i cili theksoi se është e rëndësishëm që qëndrimi i Serbisë të mbrizëtrojë këtë vit. Në takim, Đurić paralajmëroi për faktin se 22 vjet më parë Serbia u pranua në Këshillin e Evropës si një vend demokratik brenda kufive të vet. Gjatë ditës, ministri Đurić u takua veçmas me disa kolegë, ndër të cilët ishin edhe ministri i punëve të jashtme i Hungarisë, Peter Siarto, dhe Mark Boçorovishvili i Gjergjisë. Pas vizitës së djeshme në Beograd dhe Sarajevo, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa vizitoi Podgoricën, ku u takua me presidentin Jakov Milatović. Ai mbërrin në Prishtinë këtë pasdite dhe programi i vizitës së tij përfshin takime me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin me mandatin teknik Albin Kurti. Dje në Beograd ai deklaroi se dialogu me Kosovën mbetet një nga kushtet kryesore për përparimin e Serbisë në procesin e integrimit evropian dhe një mesazh i ngjashëm pritet të jepet edhe në Prishtinë. Pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri ishte më shumë se 42%, njoftoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pasi u numëruan të gjitha votat e votuesve që votuan në vend. Deri me tani 75 nga 195.000 fletë votime nga jashtë vendit janë numëruar dhe vlerësuar. Sipas të dhënave zyrtare, Partia Socialiste është në përsi të qartë dhe fitoi 83 nga totali prej 140 mandatësh parlamentare, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Partia Demokratike ka rënë në 50 mandate.
Moti nesër në mëngjes në Serbi do të jetë i kthjellë dhe i ftohtë, ndërsa gjatë ditës do të ketë diell me dukshëm dhe i ngrohtë. Në fund të ditës dhe gjatë mbrëmjes në veri dhe perëndim vranësira dhe ftohje me reshje shiu dhe bobullima me erë të shtuar. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 2 deri në 10 gradë, kurse ajo më e lartë ditës prej 22 deri në 26 gradë Celsius.